Para pak ditësh, modelja e njohur njëherëzisht banorja e Big Brother VIP Albania 4, Loredana Brati, organizoi një festë të madhe për ditëlindjen e saj, ku të ftuar ishin personazhe të njohur për publikun shqiptar. Mirëpo interesi ishte i madh për të zbuluar nëse në këtë ditë ishte apo jo Josefin Marku prezent. Kjo pasi gjatë rrugtimit të tyre në Big Brother VIP Albania 4, dyshja në fjalë përjetojnë një romancë. Kjo gjë është diskutuar edhe në emisionin Trotuar, ku në panel ishin të ftuar nga ditëlindja e Loredanës. Mesin e tyre aktori i njohur i Portokallis Eugene Plovishta, i cili ndon se flet për dyshën romantike. Tregohet i kujdesshëm për të mos treguar detaje. Erdhi nga fundi, po më duket se erdhi të merrte Valbonën, tha Eugene Plovishti duke shkaktuar të qeshura në studio. Në lidhje me këtë u shfaq paksa e irrituar Gjeneta Fetau, e cila ndërhyn dhe shprehet: "Jo, ka qenë dhe e ka uruar deri te dera, nuk ka dashur që të futet brenda për arsye që ndonjë ish banor kishte agravuar situatën. Nuk ka dashur që t'i prish ditëlindjen Loredanës", tha Gjeneta.